Ministria virtuale dje dhe inovacioni prezentuar nga Qeveria Shqiptare për integrimin e inteligjencës artificiale në shërbimin publik ka qenë në qendër të debatit në Strasburg jashtë samitit të Komunitetit Politik Evropian, kur ministri Edi Rama u vu përballë pyetjeve të shumta të gazetarëve ndërkombëtar mbi efektivitetin dhe rrisjet që sjell përdorimi i teknologjisë të tillë në një proces qeverisës. Në fjalën e tij, Rama u përpoq të zbuz kritika duke e konsideruar diellën një hap të guximshëm drejt modernizimit të administratës. Dëgjoni, kjo është diçka e re dhe si çdo gjë e re duhet përballet edhe me kritika. Kjo është një gjë e mirë, por deri tani kemi prova që funksionon dhe funksionon shumë mirë. Ka nisur si një asistente virtuale për shërbimet publike për qytetarët. Së dyti po përdoret për përshtatjen e legjislacionit të Bashkimit Evropian me legjislacionin tonë për të ndjekur bisedimet e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe së treti, tani po zgjerohet për të përdorur edhe në prokurimet publike, edhe pse kjo është një punë në proces. Ende një punë në proces. Çështja e sigurisë kibernetike ishte një ndër temat që shoqëroi diskutimin. Rama pranoi se Shqipëria mbetet në shënjestër të Iranit, por theksoi se tashmë vendi ka ngritur një sistem mbrojtje të konsoliduar. Ne kemi që një shënjestër, por sot kemi një nga mbrojtjet kibernetike më të forta në Europë dhe në fakt, ndonse ende jemi shënjestër e një armiku, konkretisht Iranit, ne po kundër përgjigjemi gjatë gjithë kohës dhe ata nuk po arrin të thyejnë sigurinë tonë. Në fund, kryeministri përcolli një mesazh për Bashkimin Evropian duke i bërë thirrje vendeve anëtare të ruajnë unitetin përballë sfidave të mëdha, nga siguria e brendshme deri tek rreziqet gjeopolitike.